por Trumpi bën atë që quhet waiver, domethënë përjashtohen sanksionet që janë vënë kundër Iranit në shitjen e naftës, gazit, petrokimikateve etj. Dhe SBA-t janë zotuar që do ta detyrojnë Izraelin që të tërhiqet nga Libani, po kjo ngjelet për tu parë nëse ata do ta bëjnë dot. Dhe tjetër, me nënshkrimin e kësaj kontrate, e kësaj marrëveshje, Irani i rëzotuar që do rihapi ngushticën e Hormuzit dhe për 60 ditë me shumë rëndësi është që Irani nuk do marri atë tollin apo pagesën që ka marrë deri tani. Dhe do kemi një periudhë 60 ditore negociatash, pasi të përmbushen të gjitha pikat që Irani kërkon brenda 30 ditëve. Domethënë, çfarë kërkon Irani? Domethënë, Irani ka bërë pazar me amerikanët. Kërkesa e parë e Iranit ishte që ne nuk duam më baza amerikane këtu, amerikanët i kanë thënë jo. Bazat ne do t'i mbajmë, por nuk do të arrisim prezencën ushtarake për të asaj që kemi. Iranianët kanë kërkuar që amerikanët heqin luftanijet e tyre nga xhiri i Omanit, në kundërpërgjigje iranianët do hapin Hormuzin. Po, me hapjen e Hormuzit, iranianët kërkojnë direkte si fillim $12 miliard, dhe 12 miliard tjera që janë lekë të Iranit, do t'i merren, domethënë amerikanët do t'i dëshojnë brenda 60 ditësh. Dhe një pikë shumë interesante e kësaj marrëveshje është që vendet e gjirit, domethënë Emiratet Arabe, Arabia Saudite etj. Do japin Iranit një hua prej $300 miliard, para që do përdoret për rindërtimin e Iranit nga lufta. Domethënë $300 miliard. $300 miliard. Pra, Irani kërkonte ka kërkuar rreth 200 apo 300 miliard, po i kërkonte si dëmshpërblim, ndërsa me sa unë kuptoj nga agjencitë e ndryshme, kjo do t'i lëvrohet Iranit, ndoshta si borxh apo nuk e di, por që leku do vi nga vendet arabe. Dhe SBA dhe Irani, thuhet në këtë marrëveshjen e mirëkuptimit, është do nisin diskutimet për zgjidhjen e programit bërthamor, dhe Irani do të kërkojë, domethënë kërkon nga amerikanët që të heqin të gjitha sanksionet parësore dhe dytësore që amerikanët edhe nëpërmjet OKB-t kanë kaluar kundër Iranit. Ngjelet për të parë nëse kjo gjë do bëhet, që kuptohet që Trumpi do ketë shumë presion, sidomos nga lobi Izraelit. Do dalim aty, Olc, se e kam në plan edhe çështjen e Izraelit, po me programin bërthamor të Iranit, Al Jazeera njoftonte që Irani është zotuar në një farë mënyre që nuk do ta zhvillojë dhe nuk do të ketë, nuk do të tentoj të realizojë një bombë bërthamore. Si është e vërteta? Kjo është ajo që, domethënë, dëgjoj, arsyeja pse Trumpi hyri në luftë, se administratat amerikane ja kanë nxirr jetën Iranit, se kundër Iranit hidhen miliarda dollar që nga mujahidinët e Manzës e deri te reaksionarët iranian nga Berlini deri në Toronto, është programi nuklear. Dhe iranianët e dinë këtë gjë shumë mirë, dhe ata e dinë se regjimi izraeliti Benjamin Netanyahu, ata kanë obsesion me apartheidin nuklear. Ata duan që vetëm Izraeli të ketë bombë bërthamore, që t'i zhduki dhe t'i vrasi muslimanët si milingona, kur të ketë nevojë dhe mos ketë një kundërpërgjigje. Dhe iranianët e kuptojnë këtë gjë dhe ata i kanë thënë Trumpit në rregull, programin ton nuklear do ta bëjmë nën supervizionin e Agjencisë Ndërkombëtare të Kontrollit të Armëve Bërthamore, por kundërshtimi ndërmjet Trumpit dhe iranianëve është se Trumpi do që Amerika ta marrë materialin nuklear iranian, ndërsa Ayatollah Moshtaba Khamenei ka refuzuar dhe ka thënë jo,
e para, Irani do ketë program nuklear për prodhimin e energjisë, por këtë uranium që iranianët e pasuruan në 60%, iranianët kanë thënë ne jemi të gatshëm që ta defuzojmë dhe ta kthejmë në gjendjen natyrore prej 3%-sh. Më thënë kjo është ajo që iranianët këmbgulin dhe që këmbgulin Moshtaba Khamenei. Tani duhet kuptojmë diçka. Kjo është hera e 39 që Donald Trump i thotë që kemi arritur marrëveshje me Iranin. Ne, do më thënë, i kemi ndjekur në vazhdimsi që gjatë luftës që ndodhi në muajin mars, prill dhe fundin e shkurtit, që Trumpi për ditë dilte në Twitter thoshte kam bërë marrëveshje me Ajatollahin, do bëj këtë, do bëj atë. Dhe pika që, do më thënë, janë 3 pika kryesore që Amerikanët nuk pranonin që të bëj apo të finalizojë marrëveshja me Iranin. Pika numër 1 kuptohet është Izraeli. Lobi Izraeli që e kërcënon Trumpin që do luftë deri në fund. Por duke qenë që depozitat e naftës që Amerikanët kanë, janë ato rezerva strategjike, po zhduken dhe bëhet fjalë që për 1 muaj Amerika nuk do ketë më naftë, i kanë vënë laku në fyt administratës së Trumpit që të pranojë marrëveshje me Iranin. Pika e dytë ishte kthimi i parave. Izraeli, Netanyahu, sot politikanët izraelit janë të gjithë duke u lëritur kundër Trumpit, sepse po thonë që Trumpi kapituloi përpara Iranit, por puna është që Irani kësaj here ka darën në dorë, sepse ka vënë darën në fyt amerikanëve që kanë mbyllur Hormuzin. Dhe edhe pse kjo luftë nisi në datën 28 shkurt, tani jemi 15 korrik. Qershor. Qershor. Amerikanët çfarë nuk kanë bërë që t'i detyrojnë iranianët që të ulen në tryez, kanë bombarduar vendin pothuajse çdo javë, por iranianët ishin kundër përgjigje dhe domethënë thjesht Hormuzi nuk hapet më. Dhe edhe me këtë marrëveshjen që është bërë në këto momente ku iranianët kanë pranuar që do ta hapin Hormuzin dhe me sa dëgjova unë duhet nga Al Jazeera pak minuta më herët po fillojnë të lëvizin cisternat, iranianët po e hapin Hormuzin por me kusht që të marrin gjekët atyre, që ja kanë vjedhur amerikanët. Dhe duhet të kuptojmë një gjë që iranianët kanë atë që quhet në anglisht leverage, kanë atë levën që e kanë në dorë, që në çdo moment i qëndrojnë amerikanëve me levë sipër kokës, dhe amerikanët e kanë kuptuar që nuk kanë çfarë të bëjnë, po duhet që Iranit t'i lejojnë që të marrë lekët që amerikanët ja kanë bllokuar nëpër bankat të ndryshme, dhe t'i lejojnë iranianët që qesin naftë. Dhe domethënë për mua kjo nëse do realizohet, kjo marrëveshje mirëkuptimi që pretendohet që më pas do çojë në një farë marrëveshje që do kalojë në Kongresin Amerikan, ku amerikanët do zotohen që nuk do e bombardojnë me Iranin, do të heqin sanksionet e tjera. Për mua kjo është një fitore për Iranin, nga që Irani, edhe pse se kemi mars, prill, maj, jemi muaj 4, qershor. Domethënë kemi 4 muaj luftë dhe iranianët kanë refuzuar që të thyen. Dhe ai që, sikur thuhet anglisht, who is blinking first, ai që po i mbyll syt i pari, është Trumpi. Domethënë, amerikanët po kapitulojnë përpara Iranit dhe fuqia e Iranit nuk është ushtarake, është ushtarake dhe gjeografike që kontrollon Hormuzin, por është më shumë ekonomike. Se domethënë, Trumpi në këto momente është shumë i dëshpëruar, nga që perëndimi dhe ekonomia amerikane ka nevojë urgjente për furnizimin me naftën arabe, në mënyrë që amerikanët kenë rezerva dhe ekonomia e tyre të vazhdojë të funksionojë. Dhe kjo është domethënë arsye pse Trumpi po kapitulon, por po hyn në një konflikt shumë të madh me Izraelin. Po. Dhe gjëja kalojmë pak te Izraeli se ajo atë pash. Dhe pika e tretë, meqense po kalojmë te Izraeli është, domethënë që iranianët nuk kanë pranuar që të ketë marrëveshje dhe hapje Hormuzi në rast se nuk ndalohen bombardimet ndaj Libanit. Që do të thotë se Ben Gvir fjala vjen, dhe ja ku e kam pas me Izrael Hajomin, Ben Gvir thoshte që puna
lufta jonë me Hezbollahun nuk ka lidhje, ose ky armëpushim i arritur nuk na detyron neve që të mos vazhdojmë përpjekjen tonë për të eliminuar Hezbollahun. Si e vlerëson faktin që kjo marrëveshje, sipas Izrael Hayomit, nuk është pritur mirë dhe pas meje këtu ka shpërthyer kundër Trumpit, i gjithë establishmenti izraelit? I gjithë establishmenti, domethënë, është po i higën truni. Biles përpara pak minutash unë edhe i bëra forward, si quhet në shqip, e postova domethënë në profilin tim në Twitter deklaratën e një politikan izraelit, harrova se kush ishte, një nga këta udhëheqësit e opozitës, ku këta akuzojnë Netanyahun që e ka çuar Izraelin në një dështim të papar gjeostrategjik. Nga që, domethënë, sipas edhe mediave izraelite në këto momente, apo deklarata e Ben Gvirit që ju përmendet e tjerë, izraelitët e ndjejnë veten e tyre të tradhtuar nga Trumpi. Netanyahu ka thënë që ne nuk jemi pjesë e kësaj marrëveshje. Megjithatë, për të provokuar luftë me Iranin, Netanyahu bombardoi Beirutin e Jugut dje, por iranianët nuk u kundërpërgjigjen, sikur thon mediat e ndryshme, me insistim nga Pakistani, por edhe nga Donald Trumpi. Donald Trumpi bëri një deklaratë për shtyp mbrëm, ku kritikonte Netanyahun, i thoshte unë e refuzoj këtë, Izraeli nuk do të bëjë më kështu bombardimesh e tjerë. Dhe domethënë Netanyahu dhe politikanët izraelit po thonë që ne nuk jemi pjesë e kësaj marrëveshje, por ngjelet për tu parë, a do t'i detyrojnë dot amerikanët izraelitët dhe Trumpi, a do ta detyrojë dot Netanyahun që t'i mbahet kësaj marrëveshje amerikano-iraniane apo jo? Po pse? Gjë që iranianët domethënë e kanë thënë trotë që nëse bombardimet kundër Libanit vazhdojnë, ne do mbyllim kanalin e Hormuzit edhe vazhdojmë prapë lojën. Dhe domethënë në këto momente Donald Trumpi përballet me dy kriza të papara në presidencën e tij. Në njërin anë ka demokratët, ka popullin amerikan, ka ekonominë amerikane, që në qoftë se nuk hapet Hormuzi dhe Amerika nuk furnizohet urgjentisht me naftë, do kemi një kaos të papar. Trumpi dhe këta oligarkët amerikanë ngelen duke manipuluar bursat, duke mbajtur fuqinë e naftës në $90, edhe sapo Trumpi njoftoi këtë marrëveshje, nafta shkoi rreth $85 nëse jam gabim. Dhe pra në njërin anë kemi Trumpin dhe amerikanët dhe korporatat amerikane që janë të dëshpëruara që kanë nevojë për naftë, në anën tjetër kemi lobin izraelit, i cili i bën presione Trumpit dhe do që Trumpi të vazhdojë luftën. Dhe me sa duket presioni i korporatave amerikane, i popullit amerikan, me sa duket po merr precedent në vendimarrjen e presidentit Trump, por ngjelet për tu parë në qoftë se Netanyahu do jetë aq i çmendur sa që ta degenerojë edhe më keq publikisht Trumpin. Olc, pse ky reagim i Izraelit? Çfarë fiton dhe çfarë humb Izraeli nga kjo marrëveshje? Izraeli, po ta shohim në aspektin gjeostrategjik, del shumë i humbur. Pse? E para, izraelitët e kanë influencuar politikën amerikane që nga viti 1979, duke shantazhuar dhe bërë presion gjithë botës, që nga Shqipëria Edi Ramës deri te Kosova Albin Kurtit, që ta shpallin Iranin, Hezbollahin, Gardën Revolucionare, organizata terroriste. Domethënë, Izraeli ka bërë një përpjekje e cila shkon 6 dekada për ta izoluar Iranin. Por kjo marrëveshje çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që Irani tani po çan bllokadën. Domethënë, Irani po detyron me pahir amerikanët që nëse juve doni që ju të merrni naftën arabe, ju duhet na lini edhe neve që të shesim naftën tonë. E gjithë Europa gati i hoqi sanksionet, Olsa? Ishte edhe ky lajmi që Gjermania, Franca i hoqën sanksione. Britania. Nga Irani? Po, ishte një lajm.
nuk e di, këtë nuk e kam parë. Dhe dua të them këtë gjë që është një humbje e papar geostrategjike për Izraelin, sepse e para, domethënë Izraeli do humbi atë bllokimin që i ka bërë iranianëve në këto 6 dekadë të fundit. Domethënë gjitha investim që është bërë nga lobi zionist për ta izoluar Iranin, për ta shkatruar ekonomikisht merr fund, që Irani nëse shet naftë, Irani nëse merr lekët që ka shitur naftë, si ka shitur punë e Iranit, ekonomia e Iranit do lulëzoj. E dyta, vendet arabe zioniste, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Arabia Saudite, të cilat deri në këto momente Izraeli nëpërmjet amerikanëve i trëmte, i thoshte që Irani do t'ju shkatrojë etj, po jemi neve do t'ju mbrojmë. Nga kjo luftë e kuptuan që Irani ka shumë forcë, saqë theu edhe superfuqinë amerikane, që të ulet në bisedime. Dhe këto $300 miliardë që përmenda, do jepen nga lekët e arabëve. Domethënë Trumpi do t'i detyrojë arabët, të cilët Irani i bombardoi përpara 2-3 muajsh, që të fusin duart nëpër xhepat e tyre dhe t'i japin lekë iranianëve. Dhe në aspektin ekonomik, kjo është një tjetër humbje e papar geostrategjike për Izraelin, nga që në gjithë shantazhet e kërcënimet e luftrat që Izraeli ka bërë, sidomos që nga lufta apo marrëveshja e Camp Davidit pas luftës së Yom Kippurit në 1973, për të thyer këto regjimet arabe dhe për të detyruar në atë që Trumpi bëri në vitin 2010 me akordet abrahamike për të rreshtuar të gjithë arabët në krahun e Izraelit, tani arabët do t'i thonë Amerikës dhe Izraelit, jo, nuk rreshtohem me ju, nga që ju nuk jeni superfuqi, por Irani është superfuqi, dhe Irani ka forcën që të na mbyllin neve Hormuzin, por edhe që të na bombardoj me dron edhe me raketa, dhe çfarë fitojmë në këtë mes, shkoni vrisni veten si juve, si iranianët. Pra është një humbje tjetër e madhe për Izraelin. Dhe pastaj humbja tjetër është për frontin me Hizbullahin. Domethënë Netanyahu kur nisi luftën në tetor të vitit 2023 që nisi gjenocidin kundër Gazës dhe Libanit, qëllimi i Netanyahut ishte që do shkatrojë boshti i rezistencës, ndërsa Netanyahu pati sukses duke bërë gjenocid në Gaza dhe duke urryer gjithë njerëzimi, por duke e mbrojtur Amerika, Hamasi nuk e ka shkatruar dot, Hamasi është akoma aty. Dhe në veçanti, kjo marrëveshje çfarë do thotë? Do thotë që Hizbullahi do të mbjetojë. Dhe edhe sikur tregonte edhe një analist belg përpara 2 ditësh është që në këtë marrëveshje, nëse kjo marrëveshje finalizohet dhe ecën, Irani do të investojë 10 herë më shumë në Liban për të ringritur infrastrukturën e Hizbullahit. Që do të thotë, për Izraelin dhe për Netanyahun, armiku më i rrezikshëm i tij që është në kufirin e tij, Hizbullahi nuk do shkatrohet. Dhe një Iran i cili tani do shesi naftë dhe që e theu Amerikën në luftën ekonomike, ku Trumpi dhe Amerikanët po kapitulojnë, domethënë po hapin Hormuzin duke lënë iranianët shesin naftë, Irani do të ketë aq shumë para saqë do ta rindërtoj Libanin e Jugut nga fillimi dhe do ta armatosi edhe më shumë Hizbullahin, si sa ka qenë. Dhe ky është një problem shumë i madh geostrategjik për Izraelin, ja që Izraeli pse bëri gjithë atë luftën, që të mundi Hamasin. Po. Kjo ka qenë bilanci. Ndërsa Netanyahu, arriti sukses duke në bashkëpunim me CIA-n, me turqit dhe me rusët, duke rrëzuar Bashar al-Assadin, por një Iran i pasuruar, një Iran që do të ketë akses në Liban, një Iran i cili i tregoi botës muslimane, por edhe libanezëve në veçanti, që me të vërtetë ju keni vuajtur, por unë e detyrova Amerikën që dorëzohet. Dhe kjo Amerikë po e detyron Izraelin që mos ju bombardojë më, do dalin një Iran shumë herë më i fortë se sa ka qenë më parë. Dhe kjo, për këtë arsye, domethënë, politika izraelike është në një maks të papar, nga që ata e kuptojnë që gjithë kjo luftë që bëri Netanyahu,